Vllaznia dhe Dinamo kanë barazuar në ndeshjen e vlefshme për javën e 29 të A Business Superiore. Sfida, që u zhvillua në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, përfundoi me shifrat 0-0. Pjesa e parë ka qenë e bukur dhe me shumë raste për shënim, por as Vllaznia dhe as Dinamo nuk kanë arritur që të gjejnë rrugën e rrjetës. Në pjesën e dytë, ra disi ritmi, me skuadrat që nuk donin të rrezikonin humbjen, dhe përpasoi ndeshja u mbyll në barazim 0-0, me dy skuadrat që ndajnë nga një pikë. Vllaznia ngjitet në kuotën e 53 pikëve dhe ruan kreun e renditjes, po aq pikë ka edhe Elbasani, ndërsa Dinamo shkon 40 pikë dhe mbetet 4 pikë larg zonës Final Four. Trajneri i Vllaznisë, Edi Martini, theksoi se barazimi përballë Dinamos ishte një mundësi e humbur për të shkëputur në kryesim. Më vjen keq, megjithatë kontrolluam lojën, kemi muajtobin shumë herë 61% me 39% kemi dominu në muajtjen e topit. Normalisht na mungoi goli. Në pjesën e parë bëm disa gabime që ku ja fal me topin Dinamos që na rrezikoi, mund të na kishte shënu. Nuk kishim aty ku ne jemi mësuar me kanë, po megjithatë humbëm shumë raste, edhe në pjesën e parë edhe në pjesën e dytë, kështu që më vjen keq, la me 2 pikë sot, po ecim para. Neshjeve po i vjen fundi, jemi në fund kampionatit, normalisht që nuk mundesh me kanë ton kohën njësoj, nuk mundesh me luajt ton kohën me një ritëm. Ke ekipe që duhet të jesh edhe më i kujdesshëm, nuk duhet presosh shumë lart. Presum, nuk ka se nuk presum, qose kena fitu 2-0 në Tiranë, kena dhej më tepër në fazën defensive, sot presum nelt. Nuk kishim atë agresivitetin maksimal që kena pas në ndeshjet tjera, po gjithsesi bëmi ndeshje të mirë, bëmi ndeshje jo ashtu thosh si që na mësuam më përpara, po humbëm raste, u duhet ta fitoshim ndeshjen. Presioni rritet. Ne mësuam me thënë drejtën, unë personalisht jam mësuar me kanë tonë kohën presion, mundohem mas t'ja për të sjellë djemve presionin, mundohem ta moj për veti. Unë kam djemë që ka një mosh, një maturi, lojtarët kombëtarës, lojtarë që janë mësu me fitu titull, janë mësu me ngarkesat tilla, kështu që është normale. Them që jam ma e baj presionin ma tepër se sa ekipet e tjera.